Zoti urdhëroi që të ruajmë veten, për të urdhëruar që të ruajmë edhe pasurinë, ai thot: Ja ayyuhalladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut hina alwasiyya اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. O ju që keni besuar dëshmia në mes jush kur ndonjërit prej jush I afrohet vdekja në ator që ai të bëjë testament vasijet, është dy veta prej jush që janë të drejtë ose dy të tjerë që s'janë prej jush, në qoftë se jeni duke u dhotuar në përfaqen e dheu dhe ndonjërit prej jush I ndodh fatkeqësi e vdekjes, I ndaloni ata dy të huajt deri pas faljes së namazit të iqindis, atëherë ata betohen në Zotin nëse ju keni dyshim në ta. Ne nuk e shesim betimin ton për pak para, edhe si kur betimi të jetë në disfavor të fisit ton, ne nuk e fshehim dëshmin e Zotit sepse atëherë bëhemi fajtor. Shpjegime. O ju që keni besuar dëshmia në mes jush kur ndonjërit prej jush I afrohet vdekja në ator që ai të bëjë testament vasijet, është dy veta prej jush që janë të drejtë, kuptimi. O besimtar, kur ndonjërit prej jush I duken shenjat e vdekjes, ai ka detyrë të bëjë testament. Ai ka detyrë gjithashtu që në çastin kur bën testamentin të thras dy dëshmitar burra të ndershëm bashkëfetar, të jenë njerëz të drejtë dhe jo nga ata që s'janë mysliman. Deri këtu ajeti tregon se ai njeri që e sheh se po vdes ka detyrë të bëjë testament. Ajeti tregon edhe se kur ai të bëjë testamentin duhet të marrë dy dëshmitar, të cilët janë mysliman, janë burra të drejtë dhe janë prej atyre që bëjnë mirë. Ose dy të tjerë që s'janë prej jush, në qoftë se jeni duke u dhotuar në përfaqen e dheut dhe ndonjërit prej jush I ndodh fatkeqësi e vdekjes. Kuptimi. Kur jeni në udhëtime sipër dhe nuk gjeni mysliman për t'i marrë si dëshmitar të testamentit që do të bëni, merrni dy dëshmitar prej atyre që nuk janë mysliman. Fahri Raziu thot me qenë se ajeti u është drejtuar besimtarve, ata është patjetër për ata që janë mysliman, kurse të huajt është për ata që nuk janë mysliman. Por shumica e dietarëve të fesë, fukahave, kanë thënë se dëshmuesit prej vendit është që ata të jenë prej fisit të atij që bën testamentin. Pra kur njeriu është në vendin e vet, duhet marrë për dëshmitar prej fisit të vet sepse ata I dinë më mirë punët e tij dhe të trashëgimtarëve, por kur është në udhëtime sipër, lejohet të merren dëshmitar mysliman që nuk janë prej fisit të tij. Më e vërteta është thënia e Fahri Raziut sepse atë e përforcon edhe shkaku I zbritjes së këtij ajeti që do të shpjegohet më poshtë. Zoti për të treguar se kur bëhet dyshim në dëshmitarët që janë nga të huajt, lejohet që atyre t'u propozohet ai lloj betimi që tregohet në ajet, urdhëron e thotë: I ndaloni ata dy të huaj deri pas faljes së namazit të iqindis, atëherë ata betohen në Zotin nëse ju keni dyshim në ta. Ne nuk e shesim betimin ton për pak para, edhe sikur betimi të jetë në disfavor të fisit ton, ne nuk e fshehim dëshminë e Zotit sepse atëherë bëhemi fajtor. Kuptimi. Në qoftë se ju bëni dyshim dhe e kujtoni se dëshmitarët kanë tradhtuar, atëherë ndaloni ata para xhamisë dhe pasi të falet namazi I qindis me xhamat, u propozoni atyre që të betohen në këtë mënyrë. Betohemi në Zotin se ne, me këtë dëshmin ton nuk kemi ngrënë as sasin më të vogël të parave, sikur për të cilin dëshmojmë, sikur ai të jetë edhe prej fisit ton. Ne nuk e kemi fshehur dëshminë e cila është amanet I Zotit, sepse atëherë bëhemi nga fajtorët. Është caktuar koha pas faljes së namazit të iqindis për betimin sepse në këtë kohë mblidhen më shumë njerëz dhe dëshmitarët kanë frikë të betohen rrejshëm. Fahri Raziu thotë se zbritjen e këtij ajeti ka shkaktuar ngjarja që vijon. Një sahabi quajtur Bedil ka shkuar për tregti në Sham bashkë me Temim Dari dhe Adi Dari, që ishin të krishterë. Atje Bedili është sëmur, ka shënuar mallin e fshehurazi nga shokët dhe atë shkresë e ka futur në mes thasëve. Pastaj ka bërë testament dhe u ka thënë shokëve: këto tesha t'u adhurzoni trashëgimtarëve të mi. Të dy darit, Temimi dhe Adi, u bën dëshmitar të atij testamenti dhe e morën përsipër që atë mall t'u adhurzonin trashëgimtarëve të Bedilit. Pasi vdiq Bedili, ata erdhën të dy në Medinë dhe u dorëzuan teshat trashëgimtarëve të Bedilit, përveç një tasi të argjend të zbukuruar me shkronjari dhe që kushtonte afërsisht 300 napolona. Trashëgimtarët duke shqyrtuar mallin gjetën dokumentin që tregonte sasinë e teshave e të sendeve dhe panë se nuk gjendej tasi. Pyetën Temimin dhe Adin për tasin, por ata u thanë se s'dinin gjë. Trashëgimtarët u ankuan te pejgamberi, mbi ankimin e tyre ka zbritur ajeti. Atëherë pejgamberi pasi ka falur namazin e iqindis I ka thirrur ata të dy në xhami afër minberit dhe u ka propozuar betimin e përmendur në ajet. Ata kanë bërë betim të rrejshëm,
Më vonë u mor vesh se ata e kishin shitur tasin në Mekë. Trashëgimtarët e Bedilit e kanë kërkuar përsëri tasin prej tyre, por kësaj here ata u thanë atyre se ja kishin bler tasin Bedilit, por më përpara ata kishin pohuar se Bedili kishte vdekur pa shitur asgjë nga malli i vet. Kjo çështje shkoi në veshin e pejgamberit, atëherë ka zbritur ajeti që pason për treguar se kur u del në shesh tradhtia dëshmitarve, atëherë betimi u takon trashëgimtarve. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Nëse merret vesh se ata dy dëshmitarët merituan gjunahun, atëherë në vend të tyre rinë dy të tjerë që janë nga trashëgimtarët e merituar për atë mall dhe betohen në Zotin e vërtet, duke thënë dëshmia jon është më e drejtë se dëshmia e atyre të dyve. Ne nuk e kemi kapërcyer kufirin, nëse e kemi kapërcyer kurdoherë qofshim prej të padrejtëve. Shpjegime. Nëse merret vesh se ata dy dëshmitarët merituan gjunahun, kuptimi. Nëse kuptohet se ata u bën fajtor me betimin në rrejshëm dhe me dëshminë e padrejtë që bën, atëherë në vend të tyre rinë dy të tjerë që janë nga trashëgimtarët e merituar për atë mall. Betimi u takon atyre të dyve që e meritojnë mallin e trashëguar ose atyre të dyve që janë bërë tradhtar me betimin e rrejshëm, këta zëvendësojnë dy dëshmitarët dhe e betohen në Zotin e vërtet, duke thënë dëshmia jonë është më e drejtë se dëshmia e atyre të dyve, ne nuk e kemi kapërcyer kufirin, ne nuk i kemi cënuar të drejtat e tyre me betimin që bëjmë. Nëse e kemi kapërcyer atë kurdoherë qofshim prej të padrejtëve. Pas zbritjes së këtij ajeti, pejgamberi alayhi salam i ka thirrur përsëri ankuesit dhe të akuzuarit dhe u ka dhënë betimin ankuesve në mënyrën e mësipërme, pastaj ka marrë tasin e argjend prej tradhtarëve dhe u ka dorëzuar trashëgimtarëve. Më vonë kur Temim Dariu është bërë musliman, ka pohuar: Zoti më falt, unë e vodha dhe shita tasin. Zoti e pejgamberi janë të vërtetë. Dhalika adna an yatu bish-shahada ala wajhiha aw yakhafu an turadda أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kjo dispozit është udha më e afërt për dëshmuar në atë mënyrë që janë ngarkuar ose për të pasur frikë se betimi u kthehet trashëgimtarëve pas betimit të tyre dhe kështu turporohen para botës. Kijeni frikë Zotin dhe dëgjojeni vendimin e tij, sepse Zoti nuk e udhëzon në rrugën e drejtë atë kom që është mëkatar fasik. Shpjegime. Fjala dhalike thekson të gjitha dispozitat e përmendura në 3 ajetet e mësipërme. 1. Kur ndonjërit i duken shenjat e vdekjes, ai duhet të bëjë testament. 2. Kur bëhet testamenti, duhet të jenë të pranishëm 2 dëshmitar. 3. Jepet mënyra e dëshmisë së tyre. 4. Nëse dëshmojnë trashëgimtarët, duhet betohen edhe dëshmitarët. 5. Nëse pas betimit del në shesh tradhtia e dëshmitarëve, betimi u takon trashëgimtarëve. Rrjedhja e dispozitave në këtë mënyrë ka 2 dobi. 1. Bëhet shkak që dëshmitarët të dëshmojnë drejt. 2. Shkakton frikën e turpërimit të dëshmitarëve në rast se ata nuk dëshmojnë drejt, pasi betimi kthehet e u takon trashëgimtarëve. Prandaj ata që nuk i respektojnë këto dispozita friksohen në fund të ajetit me frazën Zoti nuk e udhëzon në rrugën e drejtë atë kom që është mëkatar fasik. Kushdo që u kundërvihet dispozitave të përmendura bëhet fasik, i dal jashtë bindjes së Zotit dhe ai nuk i drejton në udhën e xhenetit ata njerëz që kanë dalë jashtë bindjes së tij. Fjala fisk, megjithse përfshin të gjitha fajet, këtu interpretohet mos respektim i dispozitave të përmendura.